Mirëmbrëma, sonte në emisionin Pa Kompromis, para se të prezentoj të ftuarin tim të radhës në Bulevard Televizion, desha të sqaroj përsëri teleshikuesin, duke u ndodhur edhe ne përballë një realiteti të ri, i cili nuk ishte ndodhur kurrë. Unë kam ftuar në një debat publik zotin Luan Zaza dhe zotin Osman Stafa, dhe Partia Socialiste ka bojkotuar televizionin. Pra partia që na japi pasaportën për të shkuar në Europë, ka frikë të bi kandidatët dhe përveçuesit politik për të përballur një emision në fund me kundërshtarët e tyre. Për të sqaruar edhe një herë, unë jam këtu për të krijuar një hapësirë mes politikës dhe kandidatëve për të komunikuar me qytetarët. Unë nuk jam këtu për të bërë krushi, nuk jam këtu për të treguar interesat e mia personale, ashtu siç nuk jam këtu edhe për të dëgjuar prralla nga ata që vinë dhe duhet t'i lejoj të flasin siç duan. Emisioni ka një format. Për sa i përket zotit Zaza, unë më kuptoj shumë mirë. Zoti Zaza nuk mund vitet këtu, sepse do t'japi përgjigje pyetjes pse nana i thashë iku i naftës, pse bëri biznes me varrezat, pse kroi nepotizmin, duke pulsuar djem, gruan, vllan që s'kishte as patent dhe pulsoi gazafisja dhe ka frikë çofi zjarri, madje edhe kur piqen kallim ministri para bashkisë, del nga trotuari tjetër. Unë më kuptoj ish instruktori në Komitetit të Rinisë, që dikur na flisë për imperializmin dhe tani do na japi pasaportën europiane. Është në gjithë drejtën e tij, dhe vjen keq vetëm për një gjë që stafi është bërë pak keq, sepse duke i parë emrin edhe Luan Zaza, këtë Zaza e shikoj si Xanaxi i partisë këto dhe është bërë që keq stafi. E gjithsoj stafi që nuk ka lidhje me Xanaxin, dhe pse letë ndërtimit e ka marrë në lagje 1 dhe del shtëpia në lagjen 6. Ne do vazhdojmë të ruajmë të njëjtin format. Për të kërkuar ndjes ftuarit tim dhe për të kaluar në prezantimin e tij, i ftuari im sonte është zoti Mojvata, një emër i njohur në fakt në Durrës për ushtrimin e profesionëve që ai ka pasur në qytetin tonë, në një fushë tjetër, por njëkohësisht edhe duke pasur një angazhim në Partinë Demokratike. Zoti Vata është kandidat i Aleancës Shqipëria Madhështore për qarkun e Durrësit në listën e hapur. Zotë më faleminderit jeni me mua sonte. Faleminderit juve për ftesën. Ju kërkoj ndjes për hyrjen, ishte detyruar për procesin që kemi të monitorimit, të sqarojmë ca gjëra që nuk kanë lidhje me emisionin tonë, ju do keni minutazhin tuaj. Faleminderit për minutat dhe kohën që më jep për të shpalosur edhe personalitetin tim, por edhe programin e Partisë Demokratike. Edhe unë emri ju falenderoj sepse në ditë të ngarkuara, siç është fushata tashmë që ka hyrë në intensitetin e saj më të madh, ju gjetët kohën dhe erdhët në emisionin tim. Zoti Vata do ishte me interes për teleshikuesin, duke qenë se edhe televizioni, po dhe formati i emisionit tonë është një format i ri dhe teleshikuesi jon të ketë pak vëmendje më shumë dhe të jetë më i qartë në diskutimin që ne do bëjmë për të bërë një prezantim të shkurtër kush është zoti Emri Vata. Pra, formimi i tij, detyrat që i ka mbajtur dhe angazhimin në Partinë Demokratike. Paraprakisht unë jam Emri Vata, unë jam arsimuar në jashtë vendit në Ankara në Turqi për 5 vite. Profesioni im është siguria, mbroj titullin e ekspertit sigurisë, kam dhe titullin e avokat, kam si shkollë të dytë edhe juridikun, kam shërbyer në institucione shtetërore që nga viti 2001 dhe deri në vitin 2013 në disa qarqe të Shqipërisë, si oficer i policisë gjyqësore, si drejtues i strukturave të policisë dhe në fund edhe drejtues i qarqeve. Kam drejtuar qarkun e Gjirokastrës për disa vite me radhë, kam drejtuar qarkun e Policinë Vendore të Qarkut të Korçës për disa vite me radhë, kam drejtuar Policinë Vendore të Qarkut të Elbasanit për disa vite me radhë dhe në fund në 2012-2013 kam shërbyer si drejtori i Policisë Qarkut Durrës, duke mbuluar Kruj, Fushkruj, Shijak edhe Durrës. Këto kanë qenë pak a shumë profesioni bazë i personalitetit tim. Ndërsa në 2013 dhe në vazhdim, ashtu siç u larguan një dyzinë, një numër i madh i oficerëve të policisë, pa asnjë shkak. Pra nga qeveria që erdhi, nuk keni ikur vetë nga policia. Ka qenë një largim i detyruar, ka qenë një vetlargim i detyruar, sepse u kërkua që të jepnin ndërheqje të gradave, personalisht vetë, dhe nuk pranuam që të ikim nga gradat, por më mirë ishte që të mos punonim. Kam qenë personi më i lumtur pas një viti që nuk isha pjesë e strukturat policisë, duke parë dirigent, duke parë gradën dhe degradimin e shërbimeve policore, ku kjo politikë për 12 vite me radhë i detyroi dhe i dërgoi në atë gjendje, ku 2013-2014 ishte fushata më e keqe e sigurisë në Shqipëri,
ku ishte kanabizimi i gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo ishte një ndër arsyet që unë isha i lumtur që nuk isha pjesë e atyre strukturave. Edhe pse është profesioni im dhe kur nuk e kisha menduar që të isha jashtë strukturave. Në 2013 në vazhdim, unë jam angazhuar në politikë. Kam patur aktivitetet e mia duke filluar me radhë të gjitha shkallët e politikës, që nga kryetari seksioni, që antar kryesie, antar i departamentit sigurisë brenda PD-s, Partisë Demokratike, kam zhvilluar disa fushata, kam dhënë kontributin tim në fushatën e 2021 në Durrës, patjetër edhe në 2023-shin. Kam qenë kandidat për kryetar bashkie në 2023-shin, në shtator 2023-shin në Bashkinë e Kukës, dhe arsyeja pse unë kandidova në Durrës është sepse jeta ime që kam bërë në qarkun e Durrësit për 18 vite me radhë dhe puna që kam bërë në Durrës dhe aktivitetet e mia politike. Kjo kanë qenë arsyet. Zoti Vata, para se të vim tek Durrësi, sepse ju ashtu si thotë vetë, vërtet kandidoni për herë të parë, por ju keni qenë edhe në fushat të tjera të angazhuar në Partinë Demokratike të Durrësit, me sa mbaj mendun. Ajo që unë desha t'ju pyesja, përse zot duke qenë në pozicionin e njeriu të veshur me uniform, pse zot Partinë Demokratike për të qenë pjesë e politikës më pas dhe për të menduar që Partia Demokratike do bëjmë ndryshe atë gjë që filloi Partia Socialiste për ta bërë keq sipas këndvështrimit tuaj, apo thjesht ishte një zgjedhje juaj duke qenë se Partia Demokratike është forcë e parë opozitare dhe dihet që është një parti e madhe? Ka disa arsye. Arsyeja e parë është që unë rrjedh nga një familje djathtë. Unë rrjedh nga një familje e privuar nga drejtat për 50 vite me radhë ku ishte diktatura e vjetër, se sot është diktaturë e re për këto 12 vite. Për këtë arsye, familja ime ishte me bindje të djathta dhe kjo ishte bindja e familjarisht, por edhe imja ishte bindje e djathtë e parë. E dyta. Arsyeja e dytë dhe kryesore që unë zgjodha Durrësin ka qenë jeta ime që kam bërë në Durrës, puna ime që kam bërë në Durrës dhe aktivitete politike që kam patur në strukturat e partisë në Durrës. Dhe arsyeja tretë, që është edhe kjo, është e rëndësishme, është e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është sepse unë jam një ekspert sigurie, unë jam një ekspert në fushën time dhe mendoj që do të kontriboj sadopak në politikë, sadopak në Durrës për çak në Durrësit, në fushën time ku unë jam ekspert i asaj fushë. Dhe këtë kontribut nuk doja në asnjë lloj mënyre që t'ja bashkangjisja një neodiktaturë, por një forcë politike, një frymëzim politik, një filozofi politike që është pro shërbimit dhe pro familjes qytetarëve dhe popullit të saj. Ne, Partia Demokratike ka një filozofi të tillë që është qeverisjen ose pushtetin ta kthejë në shërbim, jo pushtetin ta kthejë në kamxhik apo për ta pushtuar popullin. Kjo ishte arsyeja e fundit. Po, zoti Vata, ju përpos sa që deklaruat keni marrë pjesë dhe në primarët e Partisë Demokratike, një proces i cili u quhet demokratik dhe nuk ka diskutim që është një proces demokratik të marrësh pjesë në primare dhe të zhvillosh primare, por gjithsesi një proces që pati edhe disa keqkuptime, disa qefmetje, nuk ishte koha dur për të bërë, duke pasur parasysh që Partia Demokratike vinte nga një krizë cila u lindi brenda saj dhe prodhoi edhe segmente të tjera për të qenë kundër Partisë Demokratike, qoftë edhe në zgjedhje. Megjithatë ju patët kurajën dhe morët pjesë në primare. Sa e kohë ju ka shërbyer ajo që ju thatë pak më përpara që e keni njohur Durrësin, keni pasur kontakte me Durrësin, me problematikët e Durrësit, edhe pse në një pozicion që problematikët janë shumë më të rënda se sa një jetë e thjeshtë një qytetari, pra këtë bësh me sigurinë, këtë bësh me rendin, këtë bësh me qytetarët. Sa ka ndikuar kjo që ju morët pjesë në primare dhe sinqerisht desha, nuk dëshoj tek përgjigjja juaj, por sinqerisht desha një përgjigje. A patën vlerën e durë primarët në Durrës, sepse jo gjithkund primarët janë respektuar që janë respektuar në Durrës. Pyetjen e kam politikanit tani. Patjetër, paraprakisht ne duhet bim dakord që sistemi i primarëve është një sistem tërësisht demokratik. Patjetër. Është një sistem që përdoret nga vendi më demokratik në botë. Patjetër. Përdoret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sistem i implementuar tek ne dhe si çdo gjë e implementuar rishtasi, do të ketë problematikat e veta. Për sa i përket Durrësit, unë ju them me garanci të plotë se në një të ardhme, jo vetëm Durrës, por gjithë Shqipërinë, procesi i primarëve do jetë një filtr dhe një garantor për kandidatuar që do të jenë më vonë. Problematikat në Durrës, sistemi i primarëve nuk ka patur fare,
kanë qenë sistem tërësisht demokratik, ka qenë sistem tërësisht transparent për gjithë secilin dhe i pa ndikuar. Kur e themi pa ndikuar, personalitetet që keni këtu, Emri Vata, por edhe të tjerë që i njohun, nuk kanë marrë asnjë urdhër, asnjë dëshirë, as nuk i ka thënë njëri që të marrë pjesë. Kanë mbushur mendjen e tyre, kanë ndarë mendjen e tyre, kanë patur dëshirë për të kandiduar, kanë patur dëshirë për të kontribuar për këtë forcë politike dhe janë vetë ofruar. Prandaj kishte një klauzol që mund vetë shpallë, plus propozime që vijnë nga baza, çdo kush mund të vetë shpallë. Patjetër që kishte edhe filtrat e veta. U zhvillua një proces tërësisht demokratik, unë hyra në këtë garë dhe kuptohet nga jeta ime që kam bërë, jo vetëm politike, por edhe jeta ime që kam bërë në Durrës, solli një rezultat tërësisht të kënaqshëm për të kaluar prapë. Zoti Vata, unë e kam ndjekur procesin dhe askush nuk dyshon që procesi është zhvilluar. Kjo është një proces demokratik, nuk bëhet fjalë, dhe që është zhvilluar me ato rezultate të cilët nuk askush nuk ka tentuar të manipulojë rezultatet. Kjo nuk diskutohet. Problemi ka qenë gërë që ka qenë këtu. A ishte kohë e mjaftueshme për ta bërë 2 muaj, jo si proces demokratik, po si kohë për t'i dhënë mundësi Partisë Demokratike për të seleksionuar emra të tjerë, për të pasur më shumë mundësi. Këtu është gjithë problemi, jo si procesi është totalisht dhe ku ta gjesh që të ketë procese të tilla edhe nëpër parti të tjera. Këtë e thash edhe në fillim që si çdo risi që është rishtas fillimisht, ka edhe mangësitë e veta. Kush është mangësia? Duhet ishin bërë më përpara, po patjetër. Por sistemi dhe koha në cilën jemi në një gjendje të jashtëzakonshme. Jemi në një gjendje të mjerueshme të kombit. Jemi në një gjendje emergjente të kombit. Dhe për pos kësaj, duke parë edhe historikun që kemi patur brenda Partisë Demokratike dhe problematika që ka pas Partia Demokratike, ishte koha më ideale që u bë dhe u zhvilluan ato primare. Atëherë, për ta mbyllur këtë pjesë, a mendoni se emrat që janë listuar tashmë, duke pasur parasysh edhe listën e mbyllur, por edhe listën e hapur, janë pranuar nga demokratët dhe nga qytetarët, sepse ju jeni çdo ditë takime dhe pak a shumë shikohet trendi. Pra, ka qenë një listë cilën demokratët në përgjithësi e ka pyetur mirë dhe qytetarët e presin si një proces që ju servir në kohën e duhur dhe me emrat e duhur, për të pasur edhe gjithë përfaqësimin në profesione, në gjini. Praktikisht ne duhet të themi të vërtetën që Partia Demokratike, forca jonë, gjithmonë ka patur si pikë të dobët përfaqësimin e gjithë stresave, edhe profesioneve, edhe stresave, edhe krahinave dhe gjitha. Dhe kjo buqet që mund t'i themi, kjo skuadër, ky ekip që ka dalë nga ato primaret, por jo vetëm, është një ekip që përfaqëson të gjitha shtresat, qoftë në profesione, qoftë në komunitete, qoftë në origjinë, qoftë edhe në besime, patjetër që edhe në besime. Dhe është një ekip që përfaqëson secilin nga ne, qoftë lista e hapur, për qoftë lista e mbyllur, secilin nga ne përfaqëson nga një profesion dhe është ekspert në profesionin e tij. Përfaqëson një komunitet dhe është ndër më popullorët në komunitetet e tyre. Përfaqëson etni fetare që është ndër më popullorët në etnitë fetare. Përfaqëson rinin që është ndër më të përfaqësuar në rinin, qoftë edhe në Partinë Demokratike në Durrës, por edhe në zonën e lëkundur. Domethënë, ky ekip ka profesionist, ka përfaqësues, përfaqësimi është në nivelet më të larta, ka edhe profesionistë të cilët janë në nivelet më të larta, por ka edhe besnik të së djathtas dhe filozofisë të cilës mbrojnë. Po, patjetër. Zoti Vata, tashmë që fushata ka marrë një drejtim dhe partitë kanë nisur garimin e tyre, koalicionet janë tashmë të formuar, Partia Demokratike është në një koalicion Shqipëria Mastore me shumë partitë të tjera të vogla. Ajo që unë do ju pyesja tani është, a vërehet që një koalicion edhe më i gjerë duke përfshirë edhe 3 parti që janë shkëputur kohë të fundit nga Partia Demokratike, nuk do merri me peshën e tyre sepse tregon 12 maj, kush është pesha vërtet sepse është qytetari ai që 12 me 11, po 12 do numëron. Pra, janë 3 parti të vogla të shkëputur të dalin nga Partia Demokratike. Faktikisht një rrisë si Partia Demokratike ka pasur gjithmonë, ndoshta edhe nga vetë arsye duke qenë partia e djathtë, gjithmonë ka prodhuar parti të vogla që i ka lënë rrugës ose që i ka marrë rrugës. A mendoni që këto parti të vogla
duke nisur nga Durrësi konkretisht, do i prishin punën Partisë Demokratike? Që në këtë moment ne duhet kuptojmë që Partia Demokratike është tërësisht demokratike. Vlerëson mendimin ndryshe, ka dhe të shkëputur, ka dhe të ardhur. Kjo është një demokraci. Kjo është filozofia, kemi për garën, gara është me numra. Kjo është një demokraci totale. Tani, kalojmë te koalicioni. Patjetër që koalicioni është ashtu siç ka dhe emër për një Shqipëri madhështore, duke u treguar pragmatist, duke analizuar edhe 2021 dhe zgjedhjet e kaluara, duke marrë për llogaritë edhe forcat e çdo lloj partie dhe janë bërë pjesë e koalicionit. Thirrja për një koalicion edhe më të gjerë nga Partia Demokratike për muaj të tërë është bërë për gjitha partitë. Por nuk mund të imponoj asnjë nga partitë, qoftë vogla apo të mëdha, që ti marrë në koalicionet e tij. Dora e shtrirë ka qenë deri në momentet e fundit për gjitha partitë që ishin pjesë e koalicionit. Mendimi i tyre dhe filozofia e tyre nuk e ka parë të arsyeshme që të jetë në do të thotë ka qenë çështje ego apo kemi të bëjmë me ndarje themelore, sepse është ndryshe kur ka një ndasi të madhe që nuk e bashkon dot, ka një mur të madh, por edhe çështja e ego gjëra të vogla për të qenë edhe unë këtu, për të qenë edhe unë aty. Pra, sipas informacionit dhe normalisht keni qenë pjesë edhe këtyre negociatave në nivele të ndryshme. Dora e shtrirë e Partisë Demokratike për çdo parti të vogël apo dhe të madhe, duke përjashtuar Partinë Socialiste, duke përjashtuar Edi Ramën, për të rrëzuar një të keqe më të madhe që ka sot mbi shpinë Shqipëria, ka qenë dorë e shtrirë për disa muaj me radhë dhe është bërë ftesë për disa muaj me radhë për të gjitha partitë. Arsyet pse nuk kanë, është problem tjetër, është problemi i tyre. Por unë nuk shikoj asnjë lloj rreziku, nuk shikoj asnjë lloj, sidomos në Durrës, nuk shikoj asnjë lloj rreziku nga partitë e vogla që janë jashtë koalicionit ton, sepse tashmë votuesi e din që votën e tij e ka të shenjtë, e ka më të shenjtë se sa buka që han, e ka më të shenjtë se sa ushqimi që ka, e ka më të shenjtë se sa gjithçka tjetër dhe nuk do ta çojë dëm tek një parti që djeg vota. Çdo votë e shkuar dëm, çdo votë e shkuar te partitë e vogla është një ujë që shkon te mulliri i Edi Ramës, është një ujë që shkon te mulliri i neodiktaturës, është një ujë që shkon te mulliri i skeqes për familjen tonë, i skeqes për kombin tonë, i skeqes për të ardhmen tonë. Kështu që votuesi është shumë inteligjent, votuesi jo vetëm i qarkut Durrësit, por i gjithë Shqipërisë, është aq i mirë informuar sa që votën nuk do ta çojë dëm tek partitë e vogla. E di pse them në zoti Vata, them me keqardhje sepse në zgjedhjet e kaluara të paktën në Durrës ka pas një precedent jo të këndshëm, pra për 10 vota është djegur një mandat dhe ky është problem i madh. Dhe këtu është gjithë ajo që unë desha të them, të përqendrohem, sepse vërtet ato parti mos kenë peshën për të prishur punë Partisë Demokratike, por kur vjen punë në fund ke kalkulimet, ke numrat dhe nuk lejojnë pastaj. Dhe gjithë ajo që unë ju pyeta kisha të bënda me këtë, sepse thash përvoja e zgjedhjeve të kaluara ishte një përvojë e hidhur për Partinë Demokratike në Durrës. Paktën mendoj që të mos përsëritet që një grupim i vogël votash përsektohet të përdorë një mandat apo të luhet edhe në pallatin e sportit ku numëron votët për mandate të dhuruara apo mandate për qoka. Kjo ishte gjithë ajo që unë desha. Zgjedhjet e kaluara. Është e vërtetë që kishte një defekt në zgjedhjet e kaluara, por ishte edhe defekt më shumë i teknik ligjor, që nuk u lejuan koalicionet para zgjedhore. Dhe që në këtë moment ishte defekti edhe ai problemi që solli atë rezultat që kishim. Sot në koalicionin që kemi, po të bëhet analiza 2021, ne dalim me mira vota si për Partisë Socialiste. Dhe aktualisht ne po truajmë vetëm trendin, sot jemi fitues dhe me punën që po bëhet, me ekipin që është në terren, duke bërë takime me çdo njeri, jo më derë më derë, po sy më sy, me gjithë secilin, dhe duke transmetuar dhe duke transmetuar programin Partisë Demokratike, duke ja transmetuar gjithë secilit programin Partisë Demokratike, do të jetë një rezultat shumë herë më i mirë se ai i 2021. Zoti Vata, unë kam pasur këtu dhe zoti Mbylik Bashi, i cili ka qenë aktiv, madje një nga kryesorët e Partisë Demokratike në negociatat që janë bërë për kodin zgjedhor me zotin Gjiknuri, dhe pyetja ime ka pasur më shumë qëllim informimin e publikut për kodin zgjedhor. Tashmë kodi është i miratuar dhe jeni në fushat, por thjesht për mendimin tuaj personal, sepse ka pasur disa mendime në këtë studio.
ju mendoni që mund të ishte bërë ndryshe kodi zgjedhor, pra mund të kishim një kod zgjedhor më të mirë, apo thjesht këto ishin hapësira që u lejuan dhe ky ishte kodi më i mirë me hapësira që lejoi Partia Socialiste duke pasur shumicën e numrave të kartonave? Shiko, kodi zgjedhor është një marrëveshje politike, patjetër që është një marrëveshje politike. Për momentin është më i mirë që kemi, po duhet ishte edhe më i mirë. Patjetër që duhet ishte më i mirë. Kodi zgjedhor duhet pranon ndryshimin ose koalicione para zgjedhore, por duke ditur humbin që mund pësonte Partia Socialiste, nuk ka pranuar dhe ka përdorur gjithë ato kartone që thatë ju më përpara. Ka përdorur forcën e kartoneve për të mos pranuar koalicionet parazgjedhore. Koalicionet parazgjedhore janë grop për të majtën përgjithësi, por edhe për Partinë Socialiste, edhe për të neodiktaturë që kemi. Meqense nuk u pranuan koalicionet parazgjedhore, patjetër që ne kemi gjetur bashkëpunimin, Partia Demokratike ka gjetur bashkëpunimin me gjitha partitë e tjera, duke i ftuar dhe duke bërë pjesë të listave të saj. Dhe duke bërë koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Jo rastësisht është gjetur emri për Shqipërinë Madhështore, sepse jemi në një moment kritik, jemi në një moment jetik për Shqipërinë. Jemi në momentin ku ne po rrëshkasim totalisht në diktaturë, totalisht në një recension, totalisht në një shfarosje të kombit, të familjes të kombit dhe të Shqipërisë. Prandaj, këto nuk janë zgjedhje për pushtet, këta nuk janë zgjedhje për karrike, nuk janë zgjedhje për parlament për të fituar, por janë zgjedhje për ndryshim sistemi, janë zgjedhje për të shpërtuar kombin. Atëherë, zoti Vata, për të kaluar në një hapësirë të shkurtër buxhetare për të rikthyer te një blok i dytë të pyetjes, i cili ka të bëjë më shumë tashmë me fushatën, me atë që ju jeni në përgjithësim çdo ditë me qytetarët, me pjesëmarrjen dhe duke ndjuar hallet e tyre, por duke premtuar atë që ju do bëni ndryshe. Ju lutem një hapësirë shkurtër publicitare për të rikthyer përsëri në emision. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Pa Kompromis në Bulevard Televizion. I ftuar im është zoti Emri Vata, kandidati i koalicionit Shqipëria Mashtore për qarkun e Durrësit. Kemi diskutuar në pjesën e parë të emisionit lidhur me performancën e zotit Vata, pra cili është ai, angazhimet e tij funksionale në Durrës, sepse ka ushtruar detyrën në Durrës, angazhimin e tij në Partinë Demokratike, jemi marrë me kodin zgjedhor, me primarët, kemi diskutuar për risitje ato sollën, për këngësitje ato patën, ndërkohë që do kalojmë në një blok të dytë pyetjes, të cila ka të bëjë tashmë me fushatën, konkretisht me atë që zoti Vata prek çdo ditë me qytetarët, aty ku bëhet pjesë e takimit të tyre, ashtu siç e tha dhe në pjesën e parë të emisionit, sy në sy dhe jo tashmë vetëm derë me derë. Zoti Vata, do të thonë që fushata tashmë është intensitetin e saj dhe ju jeni çdo ditë takim me qytetarët. Pyetja ime, në fakt do ta formuloja pak më ndryshe se nga ajo që ju konstatonin për të marrë besimin e tyre, sepse do kemi rast të diskutojmë me këtë. Pyetja ime është thjesht, a në takimet që ju merrni me qytetarët të fushave të ndryshme, të moshave të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, a keni konstatuar çfarë ka ndodhur këto 12 vite me qytetarin shqiptar? Pra çfarë kjo qeveri ka bërë keq? Ajo çfarë hasim në çdo ditë, ajo çfarë takojmë në çdo ditë me qytetarët, ajo çfarë shikojmë në sytë e tyre çdo ditë me qytetarët, është mlefi i jashtëzakonshëm që kanë për keq qeverisjen, për trajtimin më të keq të mundshëm nga ana e qeverisjes dhe për plaçkitjen, mund ta them në kuptimin mirëfill të fjalës, për plaçkitjen e çdo gjëje që ka një individi deri tek dinjiteti, duke ia marrë ky pushtet i rilindjes që është sot. Do ta dimë dhe do të jemi shumë konshient që nuk është ky pushtet i majt, nuk është ky pushtet i socialistëve, nuk është ky pushtet i klasës majt ose ata që përfaqësojnë filozofinë e majtës, por është një pushtet i një grushti të vogël njerëzish, i një sekti që është sekti i rilindjes, që quhet sekti i rilindjes. Dhe tashmë ne po vërejmë në popull që edhe e majta, edhe të majtët e ndershëm, edhe ata që janë përfaqësojnë të majtën, nuk e duan dhe nuk janë pjesë e këtij pushteti. Janë mërzitur, janë plaçkitur, janë vjedhur dhe janë dhunuar nga ky pushtet. Dhe për këtë arsye ne marrim fuqi dhe ndjejmë detyrim që çdo banor, pa dallim ngjyre apo vendi ku jeton, ne të shkojmë dhe të trokasim dhe të ofrojmë ofertën e Partisë Demokratike, ofertën e koalicionit tonë, ofertën për të cilën nesër Shqipëria do të jetë ndryshe. Jo rastësisht kundërshtari merret me gjëra të cilat janë tallava. Do dalit te kundërshtari zoti Vata, por që unë kam parë edhe në rrjetet sociale ju publikoni shpesh, por edhe me kontaktet me njerëz
keni prekur shumë zonën e fshatit, një zonë e cila pothuajse po rënohet nga dita në ditë. Ky nuk është konstatimi im dhe nuk e kam problem ta them, nuk e kam për pozicionin që ndodhen këtu. Zona e fshatit po rënohet, qindra hektarë rrin djerë, nuk punohet, ndërkohë që thuhet fonde janë dhënë. Atëherë, çfarë keni konstatuar nga kjo? Të rinj që po ikin, kanë ngelur të moshuar që nuk punojnë në tokën, nuk kanë mundësi, çfarë po ndodh në fshatin? Dy janë arsyet që fshati sot është në këtë gjendje, në këtë drejgje që është. E para është shpopullimi, që është masiv në Shqipëri dhe keq interpretohet qoftë në media apo qoftë në opinionin publik kur thuhet që shqiptarët po ikin për një jetë më të mirë. Jo, dashëllë, nuk po ikin për një jetë më të mirë. Ata po ikin për mbijetesë. Ata ikin për të patur një shëndetësi ndryshe jashtë shtetit, për të patur një mirëqenie sociale ndryshe, po ikin për të mbijetuar sepse këtu nuk jepen ilaçet, këtu nuk ka siguri, këtu nuk ka mbështetje nga shteti. Të gjithë mbështetja që jepet për fshatin, shkojnë për një grush njerëzish. Gjithë subvencionet që jepen për shtetin tani, po ka lek, patjetër që ka lek Shqipëria. Patjetër që ka sjellë edhe bota, ka sjellë edhe Bashkimi Evropian, ka sjellë. Në fund i parë që po jetohen në mbështetje të bujqve, në mbështetje të fshatave shqiptare. Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në fshatat e tyre e saj. Ka një potencial të jashtëzakonshëm Durrësi. Rrethinat e Durrësit, fshatat e Durrësit janë një potencial jashtëzakonshëm për të mbajtur qytetin e Durrësit, por jo vetëm, për qenë edhe eksportues, sepse klima jon është klimë e jashtëzakonshme, është klimë e mrekullueshme. Por mbështetja është sa e munguar, aq edhe jo në proporcion të drejtë. Do me thënë, mbështetet si fermer një njeri që nuk e ka haberin tek fermeri. Mbështetet një njeri që nuk ka punuar një ditë në bujqësi. Mbështetet një njeri që nuk ka punuar një ditë në blegtori, nuk ka patur asnjë të kaluar. Vetëm thjesht bën disa letra, disa dokumentacione, qoftë edhe fiktive, dhe tërheq fondet që vijnë nga BE-ja. Të gjithë ato fondet që janë bërë me hile profesionale. Janë bërë me hile me ligje, akte nënligjore për të vjedhur këto fonde. Dhe një ndër arsyet pse u ndërprerën fondet e BE-s kanë qenë sepse janë shpërdoruar ato fondet e BE-s. Dhe kanë vendosur kritere që nëse do marrësh një fond, një buxhet, do përfitosh një grant, duhet të kesh disa hile profesionale aty për të përfituar buxhetin. Cilat janë këta? Ta zem të marr një shembull, në një stall lopësh duhet të kesh mbi X krerë që të përfitosh buxhetin. Po ti që ke një më pak, nuk je bujk, nuk je blegtar, edhe ti je blegtar. Du ta marrësh atë. Nuk ke 100 krerë, ke 99. Du ta marrësh subvencionin. Prandaj filozofia e Partisë Demokratike e koalicionit ton ka në programin e saj subvencionimin për fshatin për rrëj dhe krerë. Rrëj dhe kokë. Do të thotë çdo rrëj e mbjellur, qoftë ullit, qoftë arrore, qoftë çdo gjë qoftë, ti me aq rrëj sa ke merr subvencionin për t'i shumuar atë rrëj. Me aq kokë bakti apo gjedh apo të imta që ke merr subvencionin për t'i shtuar. Dhe kjo është filozofia më e drejtë dhe është barazia më e drejtë për gjithë komunitetin. Ju gjatë përgjigjes që po jepni për bujqësinë, në fakt preket edhe diçka interesante sepse në fundit ne po themi që në fshat ka ngel një moshë e madhe, por një moshë e madhe që do kujdesin e duhur që i mungon, por që ka nevojë edhe për anë financiare për të blerë ilaçe, pra për një shëndetësi ndryshe. A mendoni që shëndetësia është ndryshe kur vetë kryeministri dhe Partia Socialiste propagandojnë si një arritje të madhe shëndetësinë, falas shëndetësinë që ka marrë standarde të tjera, standarde europiane. Në këndvështrimin tuaj dhe takimet që ju bëni me qytetarët, si e shikoni këtë gjë? Paraprakisht duhet të them që i gjithë sistemi shëndetësor, ashtu siç u premtua një shëndetësi falas, ajo u rrokullis dhe mori një humner dhe është tërësisht në 360 gradë e kundërta në terren, e kundërta në qytet, por është akoma më keq në përfshatra, ku mungon çdo lloj subvencioni, çdo lloj mbështetje për shëndetësinë, por qoftë edhe për ata njerëz të cilët janë nevojë, qoftë edhe për ata njerëz që janë me aftësi të kufizuar, qoftë edhe për ata njerëz që janë me kemp, qoftë edhe për ata njerëz që kanë nevojë për shëndetësi edhe me smuje kancerogjene, të cilat nuk gjejnë dot ilaçet në spital që ne tashmë për këto 12 vjet e kemi parë se si funksionon. Duhet të jesh patronazhist që duhet të marrësh shërbimin. Duhet të jesh patronazhist që të marrësh ilaçet. Duhet të jesh patronazhist që të bësh rimbursimet. Ndërsa kjo quhet luftë klasash, sepse ka qenë 5 vjet më përpara. Dhe këta po e rikthejnë luftën e klasave. Populli, qeveria duhet të shikojë njerëz banorët e saj të gjithë njësoj.
Çfarë ndodh te shëndetësia? Një pensionist që ka një pension, sepse në zonat rurale, meqense po flasim për fshatrat, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e pensionistëve nëpër fshatra, mbi 80% janë me pensione kooperative, të ish kooperativës. Janë rrobtuar gjithë jetën dhe kanë pensione minimale që minimumi i tyre është 60.000 lekë të vjetra ose 6.000 lekë. Maksimumi i tyre shkon te 100.000 lekë apo 10.000 lekë të reja. Dhe një pensionist, duke parë edhe shpopullimin që kanë ikur fëmijët, duke parë edhe degradimin që ka marrë shoqëria, këta pensionistë që janë vetmuar, çfarë do marrin përpara me atë 10.000 lekësh? Do marrin ujin për ta pirë, sepse uji në çezme nuk pihet. Edhe pse paguajmë 4 herë ujin. Paguajmë taksë tek uji, paguajmë taksë për ujin që na vjen që s'vjen fare, paguajmë taksë për ujin, paguajmë ujin që e blejmë për ta pirë, paguajmë edhe për tjetrën që është për vaditur. Ne paguajmë 4 herë taksa për ujin dhe ndërkohë marrim një ujë. A mundet që një pensionist ta paguajë ujin e pishëm me këto 10.000 lekësh? Pa dalur pastaj që çdo pensionist ose çdo moshë tretë ilaçet i shkojnë deri në 150.000 lekë të vjetra. Me këtë pension që merr i përballon dot, po energjinë elektrike e përballon dot, po gjëra të tjera pastaj ushqimin edhe qerat e shtëpive i përballon dot, nuk i përballon. Do me thënë, degradimi në këtë drejtë është shpëtimi i tyre është vetëm programi i Partisë Demokratike. Pensioni, ju keni një paketë të quajtur paketa edhe mëshërisë, që e ka prezantuar vetë zoti Berisha, dhe ndërkohë ka dhe një deklaratë përpërsëri zoti Berisha në prezantimin e programit lidhur me të shtresa për rimbursimin e disa ilaçeve shtesë, sepse sipas zotit Berisha, duke qenë sa ishte mjek i di më mirë se këtë punë, jo të gjithë ilaçet e nevojshme që ka nevojë njerëzit janë të rimbursueshme dhe janë të përballueshme për atë që ne diskutuam për punën e pagëve. Si do funksionojë ky paketë, zoti Vata, dhe edhe për pas parasysh të këtë rimbursimin e ilaçeve? Paketa e mëshërisë është një paketë që do realizohet brenda 100 ditëve të para, është paketa për emergjencës është quhet fillimisht, pastaj është edhe mëshërisë, patjetër që është një paketë që injektohet direkt në ekonomi, injektohet direkt te familjet në nevojë, injektohet direkt te pensionistët dhe ato personat që janë nga të kufizuara dhe janë të smuar. Duke filluar që tek pensioni për pensionist, minimumi do të jetë 200 euro, por kjo nuk është vetëm 200 euro, por me subvencione të tjera që merr pensionisti për rimbursimin e TVSH-s për mallat e shportës, automatikisht shkon me 240 euro. Është minimali i pensionit. Por duhet bërë edhe një shpjegim tjetër për banorët, për komunitet, për njerëzit që të gjithë ata që nuk kanë patur mundësi për këta 35 vite që të jenë të siguruar dhe kanë frikë që nuk marrin dot një pension, është vendosur minimumi etik. Dhe minimumi etik është 200 euro. Çdo person që nuk ka arritur që të bëhet pjesë e sistemit pensione e përballohet nga minimumi etik. Përveç kësaj, rritja e mirëqenies, qoftë në fshatra, por edhe në qytet, vjen me uljen e taksave, uljen e çmimit të energjisë, uljen e çmimit të naftës. Janë disa gjëra që dikush mund të thotë se ç'më intereson mua energjia. Energjia do të bjerë në 7 lekë për konsumatorën dhe rënja direkt në 7 lekë është e ardhur që i ngelet një familje në fshat, në qytet ose kudo tjetër. Ulja e energjisë në 6 lekë për bizneset. Do të thotë që biznesi pastaj shet produktet e tij më lirë, sepse është kosto më e lirë dhe gjithmonë është në drejtim dhe në rritjen e mirëqenies së komunitetit. Plus kësaj, janë subvencionet që janë në të gjitha shtresat e tjera. Subvencionet që jepet për ilaçet për gjitha shtresat e nevojë, për gjithë pensionistët dhe për gjithë ata persona që kanë smundje të kategorisë që kanë smundje për kancerogjenet e tjera. Të gjitha këto së bashku i vinë në ndihmë komunitetit, por edhe shëndetësisë. I vinë në ndihmë mirëqenies, i vinë në ndihmë edhe rritjes ekonomike. Të gjitha këto së bashku sjellin një mirëqenie dhe një forcë ekonomike për të bërë një Shqipëri ashtu siç e duam ne madhështore. Atëherë zoti Vata, duke u kthyer përsëri propagandës apo deklarimit qeveritare, shpeshherë shohim bëhen prezantime, pajisje të reja, aparatura, inaugurime, shërite dhe njerëzit përsëri ndodhen o do shkojnë tek privati ose nuk do gjenë zgjidhje, duke pasur parasysh edhe deklarimet e kolegut tim Osman Stafa, Osmani gazetar, sepse kemi dy Osman Stafa, i cili ka disa herë ka deklaruar gjëra shumë skandaloze në këtë vend. Pra çfarë ndodh?
flitet që është dhënë kjo me koncesion, janë pajisit aty, është ka ardhur një pajisje e re dhe të gjithë përfundojnë ke privati, madje shpesh herë edhe duke bërë objekt hetimi i spakut. Sa i përket investimeve në shëndetësi, ne mund të marrim një krahasim shumë të thjeshtë. Vetëm me shumën e harxhuar në atë objektin brenda kryeministrisë, atë objektin e famshëm brenda kryeministrisë, duhet ishin marrë, sipas statistikave që ka përmendur një kolegi juaj, një gazetar, duhet ishin marrë 22 aparate që janë për shërimin e kancerit, smundjeve kancerogjene. Ndërkohë kjo qeveri i merr ato lekë dhe i përdor thjesht për të bërë zgarravina brenda kryeministrisë. Ata e quajnë vepër arti, ajo është një vepër turp. Që këtu shikohet se si shpërdoren fondet publike. E para, e dyta. Kemi piktor kryeministin. E para, e dyta. Të gjitha koncesionet që janë deri tani, të gjitha koncesionet, sidomos në shëndetësi, janë të gjitha koncesione tërësisht të dyshimta, tërësisht kriminale dhe tërësisht që do të hetohen një. Pra ju keni premtim që me ardhen në pushtet ju do të hetoni? Patjetër që do të hetohen, sepse sot që po flasim, në këtë moment që po flasim, një fëmijë që lind tani, lind me borxh për disa vite me radhë, për gjithë jetën e tij lind me borxh. Dhe këtë nuk e ka fajin dhe nuk na ka për borxh fëmia që do lind nesër. Fëmia që lind nesër duhet lindi me borxhet e veta që do marrë, jo ta lej borxh, ta lej qeveria. Të gjitha PPP-t, të gjitha këto koncesione që janë bërë të dyshimta, patjetër që do të hetohen. Patjetër që do shkojnë para. Dhe detyrimi ynë nesër në pushtet është që këto lekë të kthehen qytetarëve. Nuk është ndonjë arritje që të futen në burg njerëz. Jo, nuk është ndonjë arritje. Leku që është vjet qytetar. Leku që është vjet qytetar duhet t'u kthehet mbrapsh. Pastaj dënimi tjetër është problem tjetër. Sepse ka një gjë zoti Vata që edhe qytetarët tonë mungesa e ndëshkueshmërisë ka sjell gjithmonë këto pasoja. Pra duke qenë hëse është partia, hëse kemi gjykatën, hëse kemi prokurorinë dhe nuk ka funksionuar ndëshkueshmëria. Edhe diçka tjetër për ilaçet, sepse më doli jashtë mendjes, është premtim i Sali Berishës, është premtim i Partisë Demokratike që ilaçet e rimbursueshme, ilaçet në përgjithësi, por edhe ilaçet e rimbursueshme nuk do të shiten nëpër farmacitë shqiptare, në tregun shqiptar, nëse ato ilaçe nuk shiten në minimumin 2 vende të BE-s. Kjo rrit cilësinë në radh parë, rrit cilësinë sepse cilësia e ilaçeve dhe banave është për tokë në Shqipëri, por nga ana tjetër rrit edhe konkurrencën e barabartë të njerëzve. Duke rritur cilësinë e ilaçeve, rrit edhe cilësia e shëndetit. Ulja e çmimit të ilaçeve është një ndër prioritetet e Partisë Demokratike, por nga ana tjetër edhe rimbursimi rritja e ilaçeve të rimbursueshme për moshat e treta. Ne zoti Vato folëm më fakt për një kategori e cila i ndjen këto pasoja, siç është mosha e tretë, por në fakt smundja edhe nuk pyet për moshë, smundja mund të vi në çdo lloj moshe, por unë do dalim në një pikë tjetër që besoj që edhe ju ndani tjetër shqetësim me mua dhe me qytetarët që ka të bëjë me çështjen e arsimit. Ne shpesh shikojmë po ndërtohen shkolla, po bëhen shkolla, mirë po shkollat po bëhen, nuk ka fëmijë me shkuën shkolla. Pra ka një braktisje totale edhe për shkak të largimit jashtë vendit, ndoshta jo se fëmijët nuk duan të shkojnë në shkollë, por ndërkohë që qeveria thot po investohet, po bëjmë shkolla, po i bëjmë laboratorët, po i bëjmë këto, fëmijë që shkojnë në shkollë nuk ka. Dhe raste skandaloze që unë e kam thënë edhe një tjetër këtu, ka fshatra që kanë 8 vite pas lindje. Është e frikshme dhe e tmerrshme. Çfarë po ndodh me arsimin në Shqipëri? Jo vetëm lindjet, por edhe shpopullimi bën pjesën e vet. Po e thash pak. Të gjitha të dyja këta, edhe lindjet edhe shpopullimi vijnë nga Po s'lindën kush do shkojnë në shkollë? Vijnë nga keq qeverisja. Arsimi sot, atë çfarë ne përgatisim sot, është e ardhmja nesër. Ata fëmijë që janë në banka sot, nesër do bëhen doktor, do bëhen mjek, do bëhen kirurg, do bëhen arkitekt, do bëhen dhe duke patur një cilësi të dobët në arsim sot, ne kemi një të ardhme të nesërme të dobët të shtetit shqiptar. Sepse ata njerëz do jenë në Shqipëria nesër. Ata fëmijë që janë sot nëpër bankat e shkollës do jenë në Shqipëria nesër. Ne jemi akoma më keq, ne kemi bankat bosh. Ne kemi shkollat bosh. Cilat janë arsyet? Është shpopullimi total, ikje përmbietesë nga Shqipëria. Dhe kjo është duhet një masë urgjente, duhet një ndërhyrje emergjente, është emergjencë kombëtare për ndalimin e shpopullimit të Shqipërisë. Jo ripopullimin e Shqipërisë. Realizohet zoti Vata sepse fundi fare çdo qytetar që lirët unë do të ikë thotë. Si do të realizohet kjo? Si e ka menduar Partia Demokratike? Të paktën ta frenoj.
Lëvizje Jo për t'i kthyer, por ta frenojnë këtu ku ka shkuar, sepse janë shifra alarmante. Lëvizja për një jetë më të mirë ndodh gjithmonë, por kjo është një lëvizje, kjo është një emigrim, kjo është një shpopullim përmbi jetesë. Ju kuptoj, Në të gjitha ta frenojnë Partia Demokratike. Në të gjitha kohët, me programin e saj që ka Partia Demokratike, me ato që thashë më përpara Partitë e Mirëqenies, frenohet largimi masiv. Frenohet sepse nëse shikon shërbimin që është parsori, është në nivelet e duhura, shikon shërbimin që është për arsimin, është në nivelet e duhura, shikon edhe meritokracinë dhe shpërblimin për gjithë secilin për atë që bën, ashtu siç duhet, patjetër që frenohet. Dhe e fundit, nëse zhduket kriminaliteti në Shqipëri, nëse pritën gjitha fijët e krimit me politikën apo administratën shtetërore, çdo kush rrin i sigurt në vendin e tij. Një ndër arsyet më kryesore që ikin nga Shqipëria. Njerëzit ikin sepse nuk janë sigurt, nuk kanë siguri, nuk kanë mirëqenie. Dhe këto i vjen në ndihmë vetëm programi i Partisë Demokratike. Atëherë te siguria do ndalemi sepse ju jeni edhe ekspert i fushës, pra është në profesionin tuaj siguria dhe do të kemi një hapësirë për diskutuar, por desha të bëj edhe një pyetje të shkurtër. Fatikisht a është mundur financimi, a janë lekët për të bërë gjithë to që ju thoni, pra për të rritur pensionet, për të bërë ndryshe shëndetësinë, për të bërë ndryshe arsimin. Janë lekët ose nëse janë si do i gjeni? Për sqarim të qytetarit, për sqarim të banorëve, për sqarim të qytetarëve, shteti mbahet nga taksat. Shteti mbahet nga taksat. Por një shtet i fortë, një shtet i fuqishëm dhe një shtet që është për qytetarët, është që këto taksat i kthejnë shërbim. Që realisht këto 12 vite, këto lekë që janë marrë shqiptarëve, këto taksa që janë marrë shqiptarëve, nuk është kthyer asnjë. Shembulli më i lehtë është 1 kilometër rrugë sa kushton këtu e sa kushton bëhet. Këto lekë janë marrë nga taksat dhe nuk janë rikthyer. Që në momentin e parë, që nëse taksat e mbledhura kthehen shërbim për qytetarët, absolutisht që janë lekë aty. Nëse nuk do jenë të koncesione, nëse nuk do jenë të vjedhje, nëse nuk do jenë të miliarda euro të vjedhura nga taksat, nga xhepet e qytetarëve, miliona euro, miliarda euro të vjedhura, patjetër që ka lek për gjithë. Patjetër që ka lek për çdo qelizë të shtetit, çdo qelizë të fshatrave apo të qytetit. Vetëm menaxhimi i mirë. Shteti është rregullatori për gjithçka. Shteti është rregullatori edhe për sistemin e arsimit, është edhe për sistemin e shëndetësisë, është rregullatori edhe për sistemin e ekonomisë. Nëse funksionon rregullatori, vendos rregulla të qarta, të barabarta për gjithë secilin, patjetër që shteti do i fuqishëm. Nëse nuk vjedh shteti, lekët janë aty, por deri tani lekët e qytetarëve janë vjedhur dhe kanë ikur në kompani offshore, kanë ikur jashtë shtetit dhe është shitur edhe Shqipëria pjesë. Dhe është viktimë edhe Durrësi për shitjen e Shqipërisë. Atëre, zoti Vadat, kalojmë tek ajo që unë thash pak më parë, që ka të bëjë me problemet e sigurisë dhe që ju jeni një ekspert i njohur dhe keni drejtuar madje drejtorinë e policisë Durrësit. Në 12 vite propagandohet që policia ka ndryshuar. Tani unë quaj ndryshim një polici në marrëdhënie me qytetarin për të rritur sigurinë e tij, edhe uniformën, se ka uniformën mund ndryshojnë sa herë që bëhen tendra dhe unë desha një përgjigje. Kjo polici në 12 vite, a është ndryshe, është afruar më afër qytetarit, a siguron më shumë jetën e qytetarit, a rrezikon më shumë jetën e qytetarit dhe sa ka ndikuar kjo siguri që qytetarit mos e bëj as si thua ta friksoj edhe për të votuar, sepse po ngjojmë përgjime tashmë ku grupet mafioze kanë vendosur deputet. Që të jemi të sinqert, në trupën policore, të organizatës policisë, ka punojës policie të devotshëm, ka punojës policie të ndershëm, ka punojës policie profesional në shumicën dërmuese të organizatës policisë. Dhe një mirënjohje për ata dhe falënderim për gjithë ata punojës policie që japin mundin, djersën, kontributin dhe lënë edhe familjet e tyre pas dore, rrezikojnë edhe jetën duke dhënë shërbim për të krijuar një rend dhe siguri për qytetarët. Sa e kanë arritur dhe sa e arrin është problem tjetër. Tu ha diskutim dhe duhet të ndalojmë mirë. Jo vetëm policia, por gjitha organet ligjzbatuese në Shqipëri. Për sa kohë lidhjet e krimit me politikën janë në nivelet më të larta, për sa kohë krimi dhe politika flirtojnë, flenë bashkë me një krevat,
patjetër gjitha organet legjislatuse, varëset e tyre janë në presionin dhe trysninë e tyre për të mos bërë detyrën. Misioni fisnik i organeve legjislatuse, jo vetëm policisë, është parandalimi i krimit, është siguria dhe rendi publik, për të krijuar një ambient të sigurt për opinionin, për publikun dhe për banorët e saj. Por duke qenë lidhet e krimit me politikën, pse jo edhe të policinë, edhe këto organe legjislatuse, atëherë punojnë si thjesht i policisë, ndihet i trysnuar, ndihet i kërcënuar dhe ndihet i shantazhuar dhe nuk arrin të bëj punën e tij. Arsyeja e dytë pse jemi në këtë drejtë, pse jemi në këtë gjendje të mjerueshme të sigurisë është sepse është ndryshuar objektivi i punës së strukturave legjislatuse. Që do të thotë, punojësit e policisë ose policia ka si mision parandalimin e krimit, zbulimin e ngjarjeve, kapjen dhe vënien para drejtësisë të autorëve. Këto janë baza e policisë. Na i kanë vendosur disa vepra penale të tjera dhe u kanë dhënë rëndësi më shumë dhe ja kanë ngarkuar policisë, e cila ka dalë nga ky objekt. Dhe policia është ngarkuar që të merret me ndërtimin pa leje. Policia është ndërtuar që të merret me peshkimin e paligjshëm. Policia është ndërtuar që është orientuar që të shkojë dhe të mbështesi shërbimet e tjera të treta që janë të shtetit, që kanë në instanca të tjera që duhet merren. Policia ka për detyrë të parandalojë krimet. Duke u marrë me gjithë këto, kanë ndryshuar, kanë devijuar programin. Nuk është problemi i policisë ky. Është problemi i orientimit politikave. Është problemi i orientimit politikave që i kanë devijuar vëmendjen e tyre për arsye të qëllimshme, e them të me bindje, për arsye të qëllimshme që të jepet rrugë e lirë krimit, organizatave kriminale dhe krimit organizuar. Për të lullëzuar ata dhe për të qenë pastaj kur i don qeveria, kur i don pushteti, të jenë funksion të tyre. Nëse priten lidhjet e krimit me politikën dhe polici apo dhe organet tjera legjislatuse, patjetër që 50% e punës është e borë. Patjetër që ato djemnënash që militojnë sot në organizatën e policisë së shtetit, ata djemnënash që e kanë profesion policinë e shtetit, ata djemnënash marrin përsipër që ta rikthejnë dhe ta bëjnë rend dhe sigurinë në nivelet më të larta të Bashkimit Evropian. Lidhur tek ajo që unë thash pak më fund, sa ka lkundur besimin e njerëzve lidhja e politikës, shpeshherë edhe me eksponent policisë. Kemi raste të rënda kur drejtues policie kanë pasur lidhje me krimin për probleme votash, për probleme zgjedhjesh, dhe thash tashmë po dalin edhe nga përgjimet. Sa ka lkundur kjo besimin tek njerëzit që policia mund ta mbrojë votën e qytetarëve? Në vitet 2005-2013 policia pati disa transformime rrënjësore pozitive. Pati transformime të saj. Dhe një ndër filozofitë që qëndroi fort dhe ndërtoi policia asaj kohe, policia e shtetit, ishte filozofia e policimit në komunitet, që sot nuk po dëgjohet, që sot nuk po bëhet, që sot nuk po bëhet asnjëherë. Çfarë do thotë policimi në komunitet? Policimi në komunitet është që policia të shkojë te qytetari dhe qytetari të jetë bashkë me policinë. Rritja e besimit të qytetarit tek policia, qoftë edhe për të denoncuar, por edhe për ta ndihmuar. Rritja e besimit të policisë për qytetarët që do të jenë për të sjellë informacion. Fillimi i shkatrimit të policisë ka qenë 2013. 2013 ish ministri i asaj kohe që u akuzua dhe u arrestua për organizatë kriminale, që shkarkoi dhe largoi qindra dhe mijëra oficer policie me një karrierë mbi 10 vjeçare në policinë kriminale dhe i hoqi nga puna. I zëvendësoi ose i la vendet bosh për të lënë rrugë të lirë krimit. Ajo ka qenë shkallmimi i punës policore dhe diferencimi i komunitetit me policinë. Duhet të kesh besim që komuniteti të japë një informacion. Duhet të japësh besim komunitetit që komuniteti të vinë në shërbimin tënd, sepse policimi në komunitet afron policinë me komunitetin. Dikur policia shikoi si degë brendshme, shikoi si organ i errët. Nga 2005 deri në 2013 u bë policia si një organ që është në shërbim të komunitetit. Nga 2013 tani policia është bërë gogoli. Nuk është polici gogoli. Fëmia kur e shikon policin duhet të shikojë një mbrojtës, duhet të shikojë një angel, duhet të shikojë një njerëz që e mbron. Nga herë tre edhe vetë, po vjen çështje polici, themi kalamaj. Por ta 12 vite është bërë policia është bërë gogol. Pse? Sepse ato organe drejtuese të organizatave legjislatuse kanë qenë në shërbim të kriminalëve, kanë qenë në shërbim të krimit, kanë qenë në shërbim të politikës.
politika ka qenë tërësisht e kriminalizuar. Është kriminalizuar politika, sepse nuk ka kriminal të fortë. Nuk ka bandë kriminale të fortë. Por duke marrë garancinë tek shteti, duke marrë garancinë tek pushteti, ata shtrinë terrenin e tyre. Jam shumë dakord. Zoti Vata, për të mbetur këtu përsëri, sa ka ndikuar është shumë e përfolur dhe shumë e përgojuar tashmë kjo që unë do them, po gjithsesi unë desha një mendimin tuaj të specializuar, sa ka ndikuar drejtësia ke kjo lloj situate që është krijuar mes qytetarit, sepse shpeshherë ka qytetarë që denoncojnë polici. Shkojnë në prokurori denoncimet, i mbyll prokuroria, i mbyll gjykata, i japin kundër qytetarit. Pra sa ka ndikuar drejtësia në ndërtimin e kësaj ure bashkëpunimi, sepse është një hallkë them e rëndësishme për të ndërtuar një marrëdhënie të policisë me qytetarin, por edhe me vetë besimin që njerëzit do të kenë nga drejtësia, se fundi farit edhe policia dhe drejtësia janë pjesë e shtetit. Që ti me realist nuk duhet ngatrojmë punën e policisë me punën e drejtësisë. Puna e policisë, organeve legislatuese, por edhe organizatat e policisë është parandalimi i krimit. Që të parandaloj një krim. Jo, themi denoncim policie është kjo gjë. Apo jo? Një sekond. Parandalimi i krimit është para se të shkosh në drejtësi. Nëse arrin që organizata e policisë të prodhojë siguri, siç janë të gjitha gjërat tjera që prodhojnë diçka. Po ju thonë s'ka nevojë për denoncime. Jo, të prodhojë siguri, atëherë është në nivelet e duhura. Sa i përket sistemit drejtësisë, marrëdhënies së policisë me sistemin drejtësisë, ne jemi koshient, ne dimë gjithçka, ne kemi parë për këto 12 vite që kemi ndenjur pa gjykata, pa asgjë, dhe centralizimi i sistemit drejtësisë vetëm në Tiranë, kryeqytet, bën që qytetarët mos i drejtohen fare për denoncime, sepse kryesisht denoncimet duke përjashtuar veprat penale, që janë krimet, të gjitha ato që janë civile, paditë civile, ata zgjasin me vite të tëra. Dhe qytetari thotë më mirë nuk po e bëj denoncime se sa të marr drejtën time mas 6 vjeç. Sepse një pensionist mas 6 vjeç nuk e din se jeton apo s'jeton. Plus asaj ka kostë për të vajtë në Tiranë. Nuk ke gjykatë apeli, do të shkosh në Tiranë. Nuk ke gjykatë administrative, do të shkosh në Tiranë. E pse do ta bëj denoncime një qytetar kur këtë shërbim do e marr mas 6 vjeç, mas 10 vjeç, nuk e bën fare. Për gjithë ato denoncime të tjera që bëhen në polici për vepra penale. Për vepra penale, ato është bashkëpunimi i policisë me prokurorinë. Edhe këtu kemi një defekt. Patjetër që kemi defekt. Bashkëpunimi i policisë me prokurorinë nuk është në nivelet e duhura. Pse? Sepse vetë prokurorët, vetë prokurorët e ndershëm, vetë prokurorët nuk e kanë besimin tek policia. Nuk e kanë besimin sepse ky besim ka humbur, sepse drejtuesit e policisë dihen se çfarë bën. Dhe ata prokurorë kanë humbur besimin. Por është edhe mangësia profesionale e këtyre punëtorëve të policisë kur marrin një denoncim. Veprimet e para të kryera në vendngjarje, veprimet e para policore janë baza e një hetimi. Nëse ata nuk merren ashtu siç duhen, edhe prokurori s'ka çfarë bën. Edhe sistemi i drejtësisë s'ka çfarë bën. Nëse një vepër penale fillon në mënyrë negative që në fillim, është vështirësia më e madhe për sistemin e drejtësisë për ta dokumentuar apo për të dhënë zgjidhje. Defekti është tek AJA. Defekti është te hallka e parë tek policia. Zoti Vata, ne jemi përballë zgjedhjeve të 11 majit dhe pak ditë ka ngelur, ndërkohë që ajo që unë dëgjoj tek qytetarët është një lloj besimi që kanë që nuk do ndikojnë më njerëzit ashtu siç kanë ndikuar, kanë fjalën për njerëzit që janë lidhur me pushtetin, me grupe interesi, me grupe kriminale, jo me thashë theme lokalesh. Duke pasur besim që ka një marrëveshje faktikisht edhe po vihet të re në terren një lëvizje, po them, me organeve drejtësisë, duke filluar nga Spaku, po një marrëveshje që ka bërë me prokurorinë, me KQZ-n për të ushtruar një lloj kontrolli mbi abuzimin me votën, mbi shantazhin që mund të bëhet për votën, ose edhe me mënyra tjera për ta blerë votën. Ju e konstatoni tek qytetarët, kanë besim qytetarët që votat e tyre do ruhet nëse do votojnë në 11 maj, ashtu siç ato duan të lirë dhe të qetë? Unë përcjell mesazhet e mia tek qytetarët, por edhe konstatoj tek qytetarët dhe marr feedbackun e qytetarëve që kanë për këto zgjedhje tek 11 maj. Ata janë të bindur dhe siç e them po edhe e marrën mbrapsht, janë të bindur që këto zgjedhje të 11 majit nuk janë zgjedhje për pushtet, nuk janë zgjedhje për të ndryruar një qeveri, janë zgjedhje për të ndryshuar një sistem. Për të ndryshuar një sistem sepse nuk ka ku shkon më. Dhe për këtë arsye, qytetari është i vendosur për ta votuar. Sa i përket sigurisë të këtyre votimeve, sa i përket sigurisë, të jeni të bindur që çdo shkelje krahas edhe atyre që themër përpara, për masat që janë marrë. Kushdo qoftë, i çdo krahu politik qoftë, i çdo lloj ngjyre politike qoftë,
që shkel ligjin, dënimet janë shumë herë më të rënda të asaj që ka ndodhur më përpara. Dhe duke marrë përsipër që këto zgjedhje do të jenë zgjedhjet më transparente, zgjedhjet me masa më të marra më shumë se gjithmonë herë tjetër, atëherë do të jetë një siguri. Ku është garancia e qytetarit? Garancia e qytetarit është edhe tek votuesi, edhe tek përfaqësuesit e tyre. Kur shikon votuesit që përfaqësuesit që kanë vajtur nuk janë të përlyer, nuk janë përfaqësues të krimit, nuk janë përfaqësues të interesave të caktuara të një klani apo një tjetër, kur shikon që janë për drejtësi dhe janë për qytetarët, patjetër që e kanë besimin. Do të jenë qytetarët ata që ruajnë votat e tyre, do të jenë qytetarët ata që do jenë krah me ne, do të jenë qytetarë sepse vota është e shenjtë. Ne jemi rojtarët e një gjëje të shenjtë. Ne jemi rojtarët e një vote që është më e shenjtë se gjithçka tjetër. Dhe patjetër që s'paku është në lëvizje, patjetër që zhvillime do të kemi deri në më 11 maj, patjetër që do të kemi zhvillime tërësisht pozitive dhe do të shikojmë që këta eksponent apo këta segmente që i kanë operuar deri vite më parë për të shantazhuar, për të tjetërsuar vullnetin e popullit, vullnetin e votuesit, nuk do të jenë në gjendje më ta bëjnë këtë vit. Nëse tentojnë, ata do t'i presi burgu, por nuk është burg turistik më. Nuk do të jetë burg turistik. Për gjithë ata që deformojnë vullnetin e votuesit, do të jetë një burg errësirë për ta. Dhe do të jetë shkatërrim total. Gjithmonë ekziston kjo ideja që ditën e diel do ruajmë votën, por edhe nga eksperienca që ju keni zoti Vata, edhe në organet e policisë, por edhe në fushën e politikës, patëm edhe nga përvoja ime që si gazetar, vota nuk është në Durrës është shënuar ditën e diel, vota shënohet me mënyra të tjera ditët e pashkuke e diela. Por ju, strukturat e juaja janë të gatshme, janë së thosh në lëvizje, por ta konstatuar këtë lloj abuzimi që mund të ndodhi. Pra po quaj abuzim edhe gropa asfalti që mushen që janë të palishme, po quaj abuzim edhe ato leje legalizimi që shpërndan në këtë kohë për të marrë një votë. Pra, jeni të përgatitur si forcë politike për të përballuar këtë ngarkesë, sepse nuk shkon kush e ku të me vjedh votët, se s'ka lut kush menç. Patjetër që Partia Demokratike dhe koalicioni jonë është tërësisht i përgatitur dhe një përqindje të caktuar të fushatës tonë ne e kemi për denoncime, konstatime dhe denoncime. Ne jemi një skuadër që nuk merremi të krahasohemi me kundërshtarin, absolutisht jo. Ne krahasohemi vetëm me vetveten tonë, krahasohemi me të kaluarën tonë. Ne kemi një hipotekë të atyre punëve që ka bërë Partia Demokratike deri në vitin 2013, është një hipotekë të kaluarës që Partia Demokratike ka bërë mirë. Ndërsa shikojmë këtë që është bërë për këto 12 vjet, denoncojmë për atë çfarë po bëhet tani, sidomos për krimet elektorale, jo vetëm këto asfalt elektorale, por edhe punësime elektorale, por edhe çdo gjë tjetër që shikojmë që po deformohet vullneti i votuesve. Nga ana tjetër, është gjithë ky komunitet jemi shumë dakord që nuk vitën vota, sepse këtë standard e kemi vendosur ne para 2013-s. E ka vendosur Partia Demokratike që vota që futen në kuti nuk lëvizet më. Është standardi joni, po është hipoteke e Partisë Demokratike. Ne do të shkojmë drejt asaj që të mos deformohet vullneti edhe para ditës së zgjedhjeve. Ju për ishte ty avut, ju takonte me Evon Ju, sepse 96-ën ju e katranozët, po ju e vut është meritë e juaj, patjetër. Gjithë ajo që unë kam shqetësim është tek ditët që janë para fushatës, sepse gjithmonë ka ndodhur kjo gjë që unë them. Gjithmonë vjen në lëvizje segmente të caktuara, njerëz të lidhur me pushtetin, me interesa të caktuara, njerëz që kanë lidhje me krimin dhe intimidojnë njerëzit, bëjnë presione, mbarojnë edhe ndere dhe ato të shkret duke qenë dy pleqë shtëpia, pa përkraje, pa njerëz, thonë me pa marrim të legalizimin e shtëpisë për namit bot, pa ditur se çfarë pasohesh mund sjellin. Pra këtu e kisha të gjitha të pyetjen time, këtu konsistonte gjithçka. Duke qenë se ne ofrojmë një paketë, ne ofrojmë një ofertë, ne ofrojmë një diçka që është në mirëqenien e votuesit, duke e transmetuar këtë tërësisht tek votuesi, ne kandidatët që jemi për deputet duke e transmetuar, por edhe mendimin e mediave, por edhe mendimin e gjithë qytetarëve të ndershëm, patjetër që ajo gjë e shenjtë që përmendat më përpara, ajo vota,
do të jetë ngulitur në mendjen e qytetarit që do të shkojë atje, sepse ka besim që vota mbrohet, ka besim që vota e tij nesër nuk shpërdoret, ka besim sepse kemi dhënë prova, i ka dhënë prova Partia Demokratike dhe leadershipi i saj që është aktual, i ka dhënë prova që nuk e shpërdoron votën, patjetër që atë gjën e shenjtë do ta dërgojë te vendi i shenjtë, do të dërgojë votues. Atëherë do dalim tek pyetja e parafundit që un kam, në fakt kjo është prodhim i ditëve të fundit të zotit Rama, ka të bëjë me gjuhën e fushatës që po përdor zoti Rama, pak një gjuhë pak e rëndë, një gjuhë që po diskutohet, analistët dhe profesionistët që merren me këtë punë po bëjnë kalkulimet. Ç'do të thotë ti thush çuryk gjysmës shqiptarëve, ti thush kënet gjysmës shqiptarëve kush voton. Ç'do të thotë që vetëm ne do ta merrni pasaportën e BE-s, ç'do të thotë audit politik, nuk e di, dhe sot ka një deklaratë që ka kërkuar falje që në pikë të mëngjesit, duke i servirur edhe fëmijëve në takime, adoleshentëve, histori me nudo, pra çfarë në perceptimin tuaj, çfarë do të thotë kjo gjuha Ramës? Ky njeri ka një siguri që ka dalë në fushat vetëm për të bërë gallat me njerëzit e për të fyer çdo që i del përpara, apo ky njeri është në një panik të mundshëm elektoral që tani edhe s'po kontrollon dot veten më? Paraprakisht ne duhet të jemi shumë të bindur që ana tjetër nuk ka asnjë krahasimi me atë çfarë ofrojmë ne. Nuk mund të krahasohen. Dhe pjesa që mund të merrem me anën tjetër është minutazh, është kohë e humbur për qytetarët. Në çdo telefon, në çdo televizion, ku del kundërshtari jon që është Edi Rama, kundërshtari i Partisë Demokratike që është Partia Socialiste, duhet të fikin televizorin. Duhet të marrin atë minutazh që të lexojnë programin e Partisë Demokratike. Duhet të marrin atë minutazh që të lexojnë dhe të shikojnë diçka nga programi. Çdo gjë e Partisë Demokratike është në mirëqenien dhe është në të mirën e nesërme të ardhme. Sa i përket pasaportës. Me fjalë më që më ka bojkotuar PS-ja që Varadun. Sa i përket pasaportës europiane, këtë pasaportë Partia Demokratike e ka afruar që me kohë. Lëvizja lirë e qytetarëve ka qenë e bërë. Nëse ne do të japim një pasaportë për ta shpopulluar këtë vend, për ta hequr nga këtu, këtë ta gjykoj populli. Ta gjykoj populli sepse ne jemi të lirë për të lëvizur, nuk kemi nevojë për një pasaportë. Por ai thot që ne me këtë pasaport marrim grande nga BE-ja. Ku i dërgove grandet e bujqësisë? Do marrësh grande për t'i vjetë për vete? Kjo nuk ndodh. E fundit fare, një i mbytur të mbyt. Ky është i mbytur për vete. Ke gjua zoti Vata, unë jam babai 2 vajzave, si mund jam 30 vite gazetar, si mund dëgjoj unë histori me nudo, histori me çuryk, histori me Ne po bëjmë takime me njerëz, po mblidhen fonde për të ardhur sa më shumë afër njerëzve autikë dhe ti merr dhe i keq përdor dhe i shpërdoron në mënyrë të tillë në fushat. Dhe pothuajse politika hesht. Nuk është zgjidhur me fik televizorit. Në këtë moment ai tregon lakurisinë e tij, jo vetëm fizike, por edhe lakurisinë e punëve të tij që ka bërë për Shqipërinë. Është një mesazh shumë i qartë. Ai po tregon lakurisinë e tij si pushtet, si parti që ka bërë për t'i dhuruar ose për t'i ofruar qytetarëve të tij. Se fizikisht e din qytetarët, nuk kanë problem për ta. Ai duke dhunuar psikologjikisht çdo person që është me aftësi të kufizuar, ai njeri nuk meriton, ai është krim. Ai duhet marrë dënim merituar, jo vetëm me votë, por edhe nga ana e drejtësisë. Patjetër që duhet ta marrë, se me votë po. Gjuha e tij e përdor tregon qartë që ai është i humbur. Ne e dim shumë mirë që para një viti ai thoshte kam 84 mandate. Ne e dim shumë mirë që para 6 muajsh ai thoshte kam 75 mandate. Ne e dim shumë mirë dhe po e dëgjojmë tani kam 71. Ai nuk i ka as 60, as 50 nuk i ka. Prandaj po përdor këtë gjuhë. Dhe ne nuk duhet merrem ata. Shqiptarët duhet shikojnë programin e Partisë Demokratike dhe duhet të votojnë Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore me qëllim që ai të marrë dënimin e merituar. Po ju nuk do merrni, po unë jam i detyruar të merrem edhe me atë për shkak të punës. Duke pasur parasysh tashmë që fushata po vazhdon, kanë mbetur edhe disa ditë, por që janë ditë intensive, ju keni krijuar ato pritshmëritë e juaja nga takimet me njerëzit, pra jeni pak a shumë në një orientim për të pasur një rezultat, sepse në fund fare rezultati e që të vendosë zgjedhjet dhe për një rezultat të hyrë në garë, jo vetëm për pjesëmarrje.
Partia Demokratike nuk e ka interes pjesëmarrje, ka interes fitore ose koalicioni Shqipëria Mashtore. Në përshmërit e juaj le të jetë ky edhe si mesazh për qytetarët, sepse ne ndoshta do kemi përsëri mundësi që të jeni në studio sepse ka edhe disa ditë për fushatën. Në përshmërit e juaja, duke pasur parasysh qarkun e Durrësit, duke pasur parasysh takimin që ju keni zhvilluar, duke pasur parasysh atë që ka ndodhur në Durrës këto 12 vite, në atë që Partia Demokratike po i ofron qytetarëve, do desha edhe në formën një mesazhi, një përshmëri për rezultatin e zgjedhjeve në Durrës, në qarkun e Durrësit gjithmonë. Objektivi jonë është shumë i qartë. Objektivi i Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit është shumë i qartë. Ne shkojmë drejt asaj që të sigurojmë aq mandate në parlament sa të ndryshojmë ligjet që kanë miratuar këta për të vjedhur me ligj. Kanë miratuar ligje për të vjedhur me ligj. Është shumë e rëndësishme për qytetarët. Dhe për të ndryshuar këta ligje, ne kemi një objektiv të caktuar, që asaj liste së mbyllur, ti bashkohemi edhe afërsisht aq sa janë. Ti bashkohemi edhe 3 dhe 4 të tjerë. Patjetër, sepse vetëm kështu, në Durrës po, duke kaluar 8-ën, duke marrë edhe 9-ën në Durrës, ne në gjithë Shqipërinë, sepse Durrësi është një busull. Durrësi dhe Tirana janë qytete që vendosen në goxha. Durrësi dhe Tirana apo edhe gjithë Shqipëria duke shkuar me këtë mentalitet, duke kërkuar me këtë, ky është objektivi jonë. Duhet të kemi aq mandate sa të ndryshojmë ligjet të cilat janë kriminale. I kanë miratuar me forcën e kartonit ato ligje kriminale për të vjedhur për vete. Kanë miratuar ligje për një person. Kanë miratuar ligje për disa njerëz caktuar. Edhe nga një gabim që u bë, duke të rrezuar mandatet dhe duke të çuar njerëz atje pa personalitet, të cilët Rama i keq përdori për të miratuar këto ligje. Për jesë vërtetës. Patjetër që gabimi i Partisë Demokratike që duhet ta pranojmë. Patjetër që janë gabimet tona. Ne dim kërkojmë falje. Ne dim kërkojmë falje për gjithë ato gabime që kemi bërë, edhe pa dashur. Ne dim për të kërkojmë falje edhe për ato që s'kemi arritur t'i bëjmë dot. Patjetër. Biles, ai që punon më shumë, ai bën edhe ndonjë gabim. Por ai që s'punon fare, ai vetëm kriminalizon shtetin. Ai që s'punon fare, vetëm vjedh shtetin. Ai që s'punon fare, shet edhe familjen, shet edhe shtetin, shet edhe gjithçka. Dhe prandaj ne kemi një objektiv të caktuar të arrijmë aq mandate në parlament, që të ndryshojmë atë ligje, të arrijmë aq mandate në parlament, që të miratojmë reforma të tjera, që të arrijmë aq mandate në parlament për të shëruar dhe për të kuruar çdo dëm që ka sjell për këto 12 vite neodiktaturën në Shqipëri. Zoti Fata, unë ju falenderoj që ishit me mua në emisionin Pa Kompromis sonte në Bulevard Televizion dhe duke uruar sukses, ndërkohë shpresoj që të jeni përsëri i gatshëm për të qenë në ditët e fundit fushatës, kuptohet intensiteti i punës është i madh, por duke gjetur kohën për të bashkëpunuar me Median Bulevard. Faleminderit për ju dhe për teleshikues. Ky është emisioni për sonte, takohemi ditën e premte, natën e mirë.